plaka të cilët nuk kanë mujt me agjeru për shkak të pleqërisë tyne, mirë po me atë i kanë rregull, do më thënë me menjën rregull, për shkak se kur ti ik menja prej pleqërisë, prej smundjes të harresës, ose nuk i ka mendime në rregull, atëre ky nuk obligohet për këtë gjëra, heq nuk obligohet, për shkak se i ka hup ma vedia, ama është plak, po me men është në rregull, mirë po për shkak të pleqërisë nuk mundet me agjeru, ose plak, ose një i smur i cili nuk shpresohet që ka më shëru, është ai, nashta është i ri, mirë po ka një smuj që nuk mundet me agjeru për shkak të smujës tina. Çka do të me bë këta? Kë nuk mundet me agjeru për shkak të smujës tina, kjo plak, qysh do të me vepru këta? Maja mene musliman, nëse je plak, ose ki kitë problemin e smujës, ngoa është për ty, nëse je i ri, e ki obligim ju kallzu pleqve që i ki të shtëpia qysh me vepru në këtë Ramadan, për shkak se s'kan mujt me agjeru. Obligimi tyne o musliman është me ushqy një dvarfën. Qysh ka thonë Allahu Azza wa Jall, prej çkafet me ushqy, prej ma të mirës që te han, ose prej ma të thjeshtës që te han. Prej cilës ushqim me ushqy një dvarfën, prej awsat, prej asoj ma mesatarës që hante, e ushqen por çdo ditë Ramadanit ka një dvarfën. Për shembull, Ramadani ka 29 ose 30, e ushqen 29 ditë ose 30 ditë. Këtë vjet i ka 29, i ushqen 29. Tjetër vjet i ka 30, i ushqen 30 të varfër por çdo ditë të Ramadanit. A duhet me kanë 30 ose 29 të varfën të ndryshëm, me gjithë 30 persona të ndryshëm, për shkak se Ramadani ka pas 30 ditë? Jo. Ban me kanë i njëjti i varfër, ti e ushqen 29 obroka, 29 herë me hangër buk, 29 herë, i njëjti, ose është familje, janë familje me 5 antarë, ti që asoj familje ja qënë 29 vena të ushqimit. Sa është sasia e sajna, tash do të kallëzojmë me shembuj, sasia e sajna musliman është 2 par grushta. Për shembull, një par grushta i qet me një sahan, një par grushta kështu ushqim sikur të vitrau, fasol, mill, orez, hurme, ushqimi i plot, jo ushqim, jo vaj, jo keksa, ushqim. Një par grushta, tash 2 par grushta, një par grushta kështu ushqim, 2 par grushta ushqim, gjysë asana që japet për vitra, por çdo ditë të Ramadan, nëse Ramadani ka 29, i jep 29, nëse Ramadani ka 30, i jep 30 ditë. Tash pyetja, kujna më dhon? Të varfëve, sikur vitrat. A ban me ushqy, për shembull, e gatuj për 29 vetë, e bajt gatshëm ushqimin, ban. A duhet të një edhe ushqimi që kum gatu me kanë kaq 2 par grushta, ose me killa, diku 1 kile gjysë për afërsisht, për shkak se është problem me matë, se hurmet janë maran, milli është maran, elbi është ma i letë, është hirë me kallëzu me killa. Për që ta e matë me grushta ose me një anë, ama jo me killa, për shkak se me killa është sënje, çdo ushqim ka masë në ryshe. A ban me gatu, e të një kur të gatuhet, a do të me pas 2 par grushta ushqimi, për shembull e ke bo pasol, do të me ushqy 29 varfën, a do të me matë edhe pasullin me grushta? Jo. Do të me kanë qaqë sa mongi një i varfën një herë. Po donë për këtë Ramadanin, atëre do të me kanë sa ditë i ka Ramadani, që ka vetë, do të mongi për që ati ushqimi, edhe kjo mjafton. E qartë, po baj ka me gatu edhe me thirë 29 vetë, ose 30 vetë sa i ka Ramadan, edhe me ushqy. Po, qysh ban, kjo shumë e mirë. A duhet për ditë në aksham me thirë një adhe me ushqy, apo moj me mledh këtë mas bajrame dikur, mi dhonë këtë dhe bukë, monësh kështu edhe monësh kështu, cilat përshtate ty. Monësh do ditë me tjirë ka një varfën, monësh vas Ramadanit me i mledh edhe mi dhonë ushqy. Pra, kjo pi bjen që për me ushqyt varfën që s'ku mujt me agjeru, nuk dohet para se më falë bajrame si kur vitat. Vitat dohet para se më falë bajrame. Jo, kjo ka vakt edhe mas bajrame. Monësh me ba edhe mas bajrame, jaja për shqimin
një të varfrit për çdo ditë të cilën se ke agjëru. A ban ti je me një vend të Evropës? Edhe kjo dhe vitrat. A ban ti me thirë dikon që e në vendin tanë edhe mi thonë, a priton për vëlloha me bli qika që shim, se qika që ditë nuk ku mujt me agjeru për shkak si jam kanë smut, ose jam i smut, ose komplet Ramadan s'ku mujt me agjeru se jam i smut. A ban me bli të oshim me mja qunit varfrit për ty. Do man, a e ban atë pun për ty. A i thët pa mëre, s'osh problem e bleje qaj, s'osh problem. A ban kjo, për shkak se të është tje ke obligu dikon. Nëse do një jep një 5 euro, 10 euro, që u shku, ja ke hu pak ko, nëse thot s'ka nevoj, ama kryesoret e ke gjithë. A ban pra me mledh këtu edhe me adhon pare jo, mësiman? Jo. Hekne këta, ushqimi, ma në men këta në këtë dunja njëherë, ushqimi nuk zavendësohet me pare, e din popli, e din ata që në met njëherë për hangër, ushqimi nuk zavendësohet me pare, ma në men këta, ushqimi është ushqim. Aji cili mundohet me zavendësu ushqimin me pare, nuk ka kuptu pej dinit kur gja. Min e osot me ato të imon, pej mesatarës që ka ushqihni jo. Ushqimi është ushqim, pare është pare. Ate që kam përjetu luftën si koronin që kam përjetu, e shumë musliman tjerë, e din që kur të metë që pëhangër, nuk të vynë milionat. E din ata që kanë gjy buke krëp, e din fort mirë. Që jem të thamë të shte. Ata që se kanë provu, ju do këtë ma mirë për të varfër me që pare. Kur të bëhat i varfër që s'ka nevoj me hangër, atëre mirë kem punët. A i ka nevoj për pare mirë të ne, atë e një laleje sa i gjanë të pare. Kur ka nevoj për me hangër, aja është problem. Kjo bese që ke qartë me lijan Allah të asugjen, për çdo ditë të Ramadanit i jep ka 2 par grushta ushqim të varfërit, a ban çdo ditë, a ban fund, a ban mas Ramadanit, a ban ditën e fundit Ramadan, ban ditën e fundit Ramadan, a ban me imledh natën e fundit Ramadan, imledh 29 vete dhe jep ushqim, ose 30 vete sa i ka Ramadani, dit, a ban me u dhon iftar, a ban me u qu ushqimin të shpijat gatum, ban, këtë është e liume. Ushqimi gatum nuk do të me ka një i matën, ushqimi pa gatum do të me ka një matën, do të me ka në ushqim i plot, jo ushqim qyshe përmenëm keksa, kësi jo, do të me ka në ushqim taman, ushqim që njët të popëtë si ushqim, pasol, orez, kumpira, mil, qëto. Ti që je plak e një vetë, ti që i ri kujdes, nëse ki dikon të shpia kalzoj, e ki këto amanet, e ki jo prej meje, po prej dijes e ke mësu tash e ki bërsh me i kalzu atina, që ka do të me bëha. E lusëm Allah në azugjem në alitësum.